Gjykata e lartë lejoi dje administratën presidentit Donald Trump të pezullojë programin e lirimit me kusht humanitar të kohës që Joe Biden lejoi gjysmë milion emigrantë nga Kuba, Haiti, Nicaragua dhe Venezuela të jetojnë dhe punojnë përkohësisht në Shtetet e Bashkuara. Ishte hera e dytë këtë muaj që gjykata e lartë u anuan me përpjekjet e Trumpit për të revokuar statusin e përkohshëm ligjor për emigrantët dhe pse Trump ka vazhduar të kundërshtojë gjyqësorin federal, gjykata e lartë më parë hapi rrugën për administratën për të revokuar një program tjetër të përkohshëm që siguronte leje pune për qindra mijëra Venezuelas. Urdhri i shkurtër i gjykatës nuk u nënshkrua dhe sikur shpesh ndodh në urgjencës nuk ofroi arsyetim. Dy gjyqtar liberal Sonia Sotomayor dhe Ketanji Brown Jackson kundërshtuan vendimin, raporton CNN. Megjithëse vendimi i urgjencës nga gjykata e lartë nuk është përfunduar, çështja themelore ligjore do të vazhdojnë në gjykatat më të ulta. Urdhri do të lejojë administratën të përshpejtojë dëbimet për rreth 530.000 emigrantë që kishin përfituar më parë nga programi. Në një mospajtim të ashpër shkruar nga Jackson, i cili t'u bashkua Sotomayor, antarja e vogël liberale e gjykatës, tha se kolegët e saj kishin dështuar qartë formulën e përdorur për të vendosur nëse heqja e një vendimi të gjykatës më të ulët do të kishte pasojë negative për palët e përfshira në mosmarrëveshje, veçanërisht atë që përfshin shumë individ në rrezik të menjëhershëm për t'u dëbuar në vendet nga ku ikën. Vendimi i majorancës, shkroi ajo, nënvlerëson pasojat shkatërruese të lejimit qeverisë që të përmbys me shpejtësi jetën dhe jetesën e gati gjysmë milion jo qytetarësh, ndërkohë që pretendimet e tyre pritje. Gjykata tani me sa duket ka përcaktuar se bilanci i kapitalit veshon favor qeverisë dhe supozojë se është në interesin e publikut që gjysmë milioni emigrantës largohen përpara se gjykata të vendosin pretendimet e tyre ligjore. Vendimi u rrit në mënyrë dramatike numrin e emigrantëve nga 4 vendet që mund të jenë subjekt i largimit nga administrata Trump, edhe pse shumë do të kundërshtonin kthimin në vendin e tyre, sipas Steve Vladek, analisti i gjykatës së lartë të CNN-it.